Sot kam 6 grupe për ty. 6 energji të ndryshme, por vetëm një është e jotja. Mos zgjidh me mendje. Zgjidh me ndjesin e parë që të vjen në mendje ose në zemër. Mbylli pak syt, për pak, jo shumë. Merr frymë thellë dhe shiko cili grup të thret më shumë. Ky mesazh nuk është rastësi. Ky mesazh është pikërisht ajo që ti duhet të dëgjosh tani. Zgjidh grupin tënd dhe vazhdo. Nëse do ta bësh energjinë tënde më magnetike, thuaj me vete, sot universi ka një përgjigje për mua. Dhe aty ka diçka që ti duhet të dëgjosh. Vazhdojmë me secilin grup. Uroj që çdo grup të jap atë që ti mendon. Përshëndetje grupi 1, grupi parë, këtu kemi një mesazh shumë të fortë në dashuri, me letrën e parë që na tregon love abundance, tregon që zemra jote është e hapur në dashuri dhe dashuria është rreth teje, por nëse ti nuk e shikon akoma ose nuk e sheh akoma plotësisht të person që po hyn në jetën tënde, sepse është mbreti i monedhës, dhe na tregon mbreti i monedhës një energji shumë të fortë maskullore, na tregon një person që është stabil, mund të ketë një biznes, mund të ketë një punë shumë të mirë në jetën e tij. Por shikoj që ky është një person që mendon për siguri, mendon për një jetë reale, mendon për një marrëdhënie të fortë, jo për lojra. Nga ana tjetër më vjen sepse ky është mbreti i monedhës, është drejt teje. Momentalisht që po flasim, është drejt teje. Ku është problemi? Problemi është 4 kupat. 4 kupat që ti po e mban veten mbyllur. Mund të jesh o ti o ai person që ti mendon në mendjen tënde, nga e shkuara mbase. Por këtu shikoj që dikush po refuzon mbretin e monedhës, sepse është akoma me energjinë atij personit të shkuarës. Gjithsesi unë këtu do të thoshe që ke një mundësi shumë të mirë këtë moment dhe po të jepet kjo mundësi, por uroj që ky mesazh që unë sapo po thash në këtë moment jetë shumë i qartë. Zemrat e mia grupi 1, mos e mbyllni zemrën tuaj, sepse shikoj që ti je gënjur nga e shkuara, shikoj që ti ke mbyllur zemrën nga frika, okay? Por lëre të vijë ky person në jetën tënde, sepse është një person i qëndrueshëm, është një person që kërkon diçka reale në jetën tënde dhe shikoj që është një person që është i pasur nga ana shpirtërore. Nëse e ndjen këtë energji që është e jotja, pres një koment nga ty. Përshëndetje grupi 2, këtu kemi grupi 2 waiting results, që ti je duke pritur disa rezultate, je në një pritje, ke bërë diçka dhe ke dhënë shumë energji te kjo pjesë, nuk e di çfarë ke menduar, dhe tani pret një përgjigje, por kjo pritje nuk është kot në mendjen tënde. Sepse kemi dhe letrën e vdekjes këtu poshtë, që letra e vdekjes na tregon nuk është fund, por është transformim. Është një cikël që po mbyllet plotësisht në jetën tënde, por duke diçka që ka qenë nuk kthehet më si më parë, domethënë mund të ketë qenë një lidhje, mund të ketë qenë një marrëdhënie, mund të ketë qenë një punë ose diçka që ke menduar ti, sepse këtu mbrapa kemi dhe faqen e kupës, që faqja e kupës na tregon një fillim të ri emocional, një ndjenjë re e pastër, një person i ri dhe është një energji që tregon pastërti dhe dashuri të re. Grupi 2, po vjen diçka ndryshe në jetën tënde. Shikoj që më përpara ke pasur shumë lodhje, shumë mërzitje, por tani mesazhi për ty është mos u kap pas të vjetrës, sepse kjo që po vjen e re në jetën tënde është më e butë, më sinqert dhe më pastër. Pritja jote po merr fund, por fillimi i ri kërkon të lësh pas të kaluarën. Pse po e thot në netarua këtë? Sepse ti e ndjen këtë, domethënë ky parashikim është për ty grupi 2. Dhe nëse e ndjen ti këtë gjë, shkruaj numrin 2 në koment. Pres një përgjigje. Tu jemi me grupin 3 dhe përshëndetje grupi 3. Kjo është një energji shumë e bukur, me këtë hapjen ndaje dashurinë, share the love. Kjo është një energji shumë e bukur dhe dashuria nuk është vetëm brenda teje,
por fillon të dalë jashtë dhe ti po hapesh ose duhet të hapesh në dashuri. Sepse kemi 6 e shkopinjve, kjo është një fitorie dhe kjo është një energji shumë e bukur, është një arritje që një moment del mbi të tjerët dhe je më lartë se të tjerët dhe të tjerët po të duartrokasin me një mesazh shumë pozitiv. Dhe këtu shikoj që vlerësohesh nga puna, nga jeta, nga familja, nga njerëzit që ke përreth dhe bashkë me këtë po vjen energjia, faqja e shkopinjve që tregon një fillim të ri në jetën tënde, një energji të re dhe një mesazh ose nga një person ose një mundësi që të ndes përsëri emocionet e tua. Mesazhi për ty këtë moment shikoj që nuk duhet ta mbash dashurinë brenda, por duhet ta shprehësh me fjalë dhe të thuash atë që ndjen, sepse duke u hapur ti tërheq suksesin, tërheq bollokun, tërheq njerëz të rinj në jetën tënde, njohje të reja dhe fillime të reja në jetën tënde. Këtu është një energji shumë pozitive që vjen drejt teje. Grupi 3. Në qoftë se ti ndjen këtë energji apo këtë pozitivitet të këtij parashikimi, unë uroj që të shkruash numrin 3 në koment. Të mirëpres me komentin tënd. Përshëndetje grupi 4, grupi 4 këtu shikojmë një letrën e relaksit, ti po mban diçka që nuk të shërben më, duhet të qetësohesh. Një situatë ose një person që mund të ketë të bëj ditët në vazhdim ose një ndjenjë që ka ardhur koha ta lësh dhe në ditët në vazhdim shikoj që duhet të qetësohesh për të ardhur gjëra të reja, sepse vetëm duke liruar këtë shkuarën tënde, aty vjen një energji tjetër e pastër, sepse kemi hermitin, kemi dhe kryepërftëreshën që na tregojnë një energji që jemi duke tërhequr diçka të re në jetë. Por me sa shikoj këtu, ti ke nevojë të rish edhe pak vetëm. Nuk ke nevojë të lidhesh me dikë, apo të shikosh dikë, apo të mendosh dikë, po të mendosh vetëm veten tënde dhe të gjesh rehat me veten tënde. Nga hermiti hidhemi tek kryepërftëresha, kjo është një energji që duhet të mendosh më përpara, sepse me hermitin shikoj që ke shumë dobësi brenda vetes tënde, por akoma nuk ke kuptuar të vërtetën tënde se çfarë duhet të bësh. Dhe kryepërftëresha, më falje se unë gatrova, kryepërftëresha më tregon intuita jote këtë moment është shumë më e fortë tani. Do të thonë që ditët në vazhdim, por ndoshta sepse ti ke diçka brenda vetes që duhet ta bësh, mbase ti se ke kuptuar dhe e ke injoruar. Por mesazhi im për ty është: lëshoj atë që nuk të rëndon dhe qëndro pak me veten tënde. Këshillohu me veten tënde dhe dëgjoj zërin tënd të brendshëm, sepse përgjigjet që kërkon i ke tashmë brenda vetes. Nëse ndjeve këtë energji, shkruaj numrin 4 në koment. Të mirëpres.